Përshëndetje, miq të kanalit Kuku Vlog, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Sot fillojmë me një herë pa prezantime. Sot fillojmë sepse kemi një video edukative, sepse kjo është një video që ju shpjegon thjeshtësisht si të bëni brokoli në avull. Jo brokoli të zier, por në avull, sepse është mënyra më e mirë për të përgatitur brokolin. Ju duhet fillimisht brokoli. Para se të vazhdoj, bëni subscribe, shtypi butonin subscribe, sepse duke bërë subscribe jeni pjesë e kanalit, kështu që mund të shikoni videot me njerë sa hidhen. Atëherë, brokoli në fillim këtu është i pis, normalisht, sa është blerë në dyqan, do ta pastrojmë. Atëherë, mbajmë afër një kulluse, sepse kjo do na shërbej shumë në këtë video dhe do këpusim copat e brokolit në të lloj forme. Dhe trungu që kanë këto. Të gjitha pa përjashtim, një nga një. Tani siç i kemi, mund të vini re që i kemi hequr dhe kemi ruajtur pjesën e sipërme, do vjen t'i fusim të shplar me ujë të rrjedhshëm. Pasi i shplam brokolit, një tenxhere do ta mbushim pak fare me ujë, niveli është shumë pak, gati 2 gishta ujë, pak ripa gjatë, thjesht ujë, na lëm që të marrë val. Uji filloi të zjej, tani siç i kemi brokolin do ta vendosim në këtë kullusen, sipër tek pjesa e ujit që avullon, do t'i vëmë kapakun e do t'i lëm për 6 minuta, maksimumi 7 minuta. Kaluan 7 minuta fiks, këtu kini besim të procesi, mos rini të provoni, ja u siguroj që e vetmja provë është të kaloni pirunin që është i zbutur. Tani jeqi. I vendosim në një pjatë të madhe, po të vini re edhe ngjyrën e ka ruajtur shumë të bukur, sepse po ta bëni të zier brokolin, e humba të ngjyrën dhe nuk është se duket aq mirë. Tani ka vetëm nevojë për vaj ulliri. Krip. Dhe piper të zi. Po të doni, kjo është alternative, por sigurisht ka njerëz që e preferojnë. Idhni dhe pak fare lëng limoni sipër dhe bëhet perfekte. Kjo është receta të dashur miq. Një gjë shumë e thjeshtë për përgatitur, ju që keni nevojë të hani brokoli ose për dietë ose për të mbajtur peris. Mos harroni të bëni subscribe, duke bërë subscribe bëheni pjesë e këtij kanali dhe shikoni gjitha videot që hidhen në kohë reale. Bashkë kemi për të parë përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.